Mirëmëngjes, si që shikoni jam bërë gati, sa po bëra edhe kafen, edhe të pim shpejt se pastaj do na çojmë vllai në kurs dhe do kemi mundësi dhe që të flasim, do t'i marr me vete, se këtu kam të gjithë njerëzit në gjumë, Ilti është pak e zgjuar se si unë, por që janë në gjumë, edhe shora diku tek 7:30. Good morning people, good morning. Që po bëni, si u kthivët, unë jam bërë gati, si që shikoni make-up, flokët asë që si thava më fare bëra dush, se si jam këthyra nga sushi me gocën, ju kemi lënë disa video të shkurtra. Kam veshur një bluzë të zezë, geta të zezë, atletet, edhe këtë këmishën se tani në mëngjes është çik freskët. Edhe tani do pim kafe bashku. Sa të vim vllai, edhe jam shumë lumtur sa të shkursi para fundit. Pastaj kam edhe një tjetër dhe në 15 qershor marrim diplomën. Muroni shumë fat, unë kam çik emocione, çik frikë, çik mix ndjenjash, por që jam e bindur që doja dal, do ta mbyll këtë ëndër, në kuptimin që do ta mbyll këtë derë dhe do hap një derë akoma më të madhe në këtë fushë, në këtë punë. Muroni vetëm fat, jam e bindur që Zoti më ka bekuar me shumë të mira dhe thjesht unë duhet t'i aplikoj ato. Edhe normal që duhet çik punë, çik mund, asgjë nuk arrihet kështu tak, por që unë jam gjatë brenda ëndrrës, që kështu më ka ngelur vetëm shumë pak për të qenë pjesë e saj, që t'jetoj përditshmërinë brenda saj. Në qendrën time, në qendrën Amarli. Jam shumë e lumtur, si që shikoni, make-upi sot më ka dalë yll, dhe pse më thash, hajt me një gjë shpejt, por që bukur pastër, shumë bukur. Dje kam bërë një mega pastrim tek dhoma Amarilisit, si që shikoni këtu është plot me thas, që duhen çuar tek kisha këtu, që janë për ndihma. Okej, pim kafen. Është goxha ftohtë, që një fllak shumë shpresoj që pak më vonë të jetë më ngrohtë, dhe pse duket që është ditë me diell, por që tani është shumë freskë. Dhe kafja që të hap syt si drog në mëngjes. Si doja bëni për kafe? Nuk e di. Si e kanë filluar kafen, qysh më ka pëlqyer. Nuk e mbaj mend herën e parë. Ma shkruani në koment kur e keni filluar kafen, si ka qenë hera parë që nëse mbani mend, si ka filluar eksperjenca juaj me kafen. Unë nuk e di, në momentin nuk e mbaj mend. Me siguri do ketë filluar në atë periudhën kur mami më urdhëronte që t'i bëja kafen papit dhe mamit në mëngjes. Do ketë qenë mosha kur kam ardhur në Itali, me thënë drejtën, se në Shqipëri kafja turke nuk më pëlqente. Mbaj mend që mami na bënte kakao me qumësh dhe dukesh si kafe. Por kafen mendoj se e kam filluar që ta pi rregullisht kur fillova punë në hotel, sepse vërtet kisha nevojë për energji që të zgjohesha. Por mendoj se po, do ketë filluar ajo periudha ku fillon bënda dhe shoqëri, edhe kur shoqet thonë Klotë më bëj një kafe macchiato. Që një periudhë që më pëlqente shumë cappuccino. Nga emrja, ku ta di unë, që thoshin një fen cappuccino per favore. Thashë, po çfarë është kjo cappuccino? Ta provoj edhe. E provova. Varet në çfarë vete e pinë, se jo në gjitha baret e bëjnë mirë. Po hajt më. Pero mbi kafe macchiato nuk vëj asnjë kafe tjetër në botë. Unë këtu në Itali, kurse në Greqi më pëlqen shumë il frappè e lare. Gjëja më e mirë e mundshme që mund të bënin atje në Greqi, ti mund ta marrësh me vete, mund ta bësh në shtëpi, por ma besoni që vendi ka të bëjnë shumë. Kur je atje të pihet shumë. Vjen këtu do espresso vëlla, s'ka.
që kështu. Ose ku I kam ato gocat e mia që vdesin për kafe turke. Ku I kam gocat e mia që vinë në Shqipëria me qese me kafe turke, se nuk munden. Më thënë, edhe mundet mos ta pinë për dita, por ajo ideja që njërë në mund ta pinë. E kupton? Ku I kam gocat e kafe turkës, espresso, frappé. Të lutem më komentoni, jam shumë kurioze, më tregoni një histori të bukur se keni filluar juve lidhjen tuaj me kafen. Unë konsumoj 2 kafe në ditë, një kjo e mëngjesit, njëra është se nuk bën, domethënë, edhe sikur unë mos kisha kafe shtëpi, dëgjeja një bar se s'bën kudo që ndodhesha, se dua kafe. Domethënë mëngjesi është kafe, hap syt, kafe. Mund të pi një nga ora 3:30 në ditës dhe jam okej. Se kalojnë komshinjtë edhe s'do, dhe pse nuk është se ta varin shumë, domethënë kështu, por ka nga ata që edhe një sy thotë me ka flet kjo, çfarë bën kjo. Por që po thosha, mund të pi një nga ora 3:30 kështu. Mas ditës, po atë nuk e kam shumë të nevojshme. Ka ditë që e harroj, më kalon ora dhe ka ditë që e ndjej që duhet e vajti ora për diçka. Edhe kështu njerëz, tani ta pik kafen, të tregoj një mesazh vllajt, I them, hey, je gati? Edhe të shikoj nëse Amariltën e ka zënë gjumi akoma dhe ta zgjoj para se të iki, se është lushi në gjon. Amarili, si që thashe, qova për sushi, shumë e lumtur dhe përshim në sushi më tha mami, po më pëlqen barku, basta. Shumë të mire bëjnë, kanë ndryshuar dorë. Ore, me thonin që jam lyrë, pëse lërë bukur sot, dhe më thora Amarilda kur që flasin pasaj. Pagura ku do vjeti. Tani është për gjush, nuk më këpar. Ha, më për të shje, se të bëhen qikë gjelozin e, tani që jemi dopsuar, shumë. Por që thatë juve flok nuk më mbrëmi lava, edhe nuk I thava, është një gabim shumë I madh. Por me vajin tim Elixir, në 3 në 1, ka 3 vajra brënda në 1, vajra esencial, ka stile për rritjen, largimin e zboksit, I ndyrës, ndalimin e rënjes, dhe për një flok të shëndetshëm edhe të ndryshshëm, të shikoni, tani jam dhe në hije kundra drite, keni vajin Amarli. Mund t'i besoni, t'a provoni edhe të më thoni. Buongiorno Mati. Buongiorno. Më ka qelur edhe Lulja Marli. Dua t'ja tregoj sa po të marrë kafen, se për një qik kam, se këtë të keqe kanë italianët, unë e pija vash, por italianët 3 herë e kthejnë, ta, buongiorno si vede al mattino. Si që thash, dhe ju tregoj pak lulet e mia, kanë qenë. Kjo lulja këtu e ka emrin lule Amarilis. Kjo është lulja e gocës time. Lule Amarilis, dhe po ta shikoni njerëz, zakonisht qel një gongje në një kështu, në një të gjatë nga kjo, kurse këtu kanë qel 4. Se cili prej nesh ka këtë të vetën. Shikon, kanë qelur 4. Një për Amin, një për babo, një për mami, një për Ardin. Kemi këtu edhe lullushtry dhe bio. Lullushtry dhe bio. Unë jam akoma në pritje të vllajt tim, aty posta Amarildës. Njerëz, është çik freskët siç u thashë. Shpresoj mos mbrdhi. Do marr vllajin telefon edhe mbase do shikemi rrugës. Dhe puna ime, are you ready, let's go? Sa po jemi nisur për te kursi me Brother City, 1 orë
madje të shkallë, to e prit. Pastaj vjen, nuk vënojmë as 5 minuta, hajde. Për fare le cose te io. Okej guys, sapo kam ardhur te shkolla, ja këtu. Këtu mbrapa. Por akoma s'kan ardhur sepse siç ju thash vllai im kishte punë sot edhe më ka sjellur diku nga 1 orë para. Por s'ka problem se është diell, mund të rrim këtu shumë mirë. Bëjmë pak muhabet, do marr që kam marrë në telefon të them a është zgjuar çunja, janë zgjuar ata. Edhe po. Shumë ditë e bukur, më pëlqen shumë. Kam bërë çik ca video në TikTok për të kaluar kohën, mund të shkoni të shikoni. Edhe mora një koment në YouTube dhe dua ta shpjegoj këtë gjë. Olga, nëse ndjek këtë video, do ta shpjegoj këtë gjë si për ty edhe për të gjithë ato goca ndjekës që më ndjekin. Atëherë, mua më ka porositur Eli, vlog me Elin që mendoj se njihni të gjitha, produkte ta Marli. Dhe jam shumë e lumtur për këtë gjë që Eli më mbështeti dhe bëri ordinimin tek unë. E falenderoj jashtëmase shumë për këtë gjë. Kam një miqësi shumë të pastër, shumë të bukur me Elin dhe respektoj tej mase shumë. Edhe një nga jush, që është Olga, më ka komentuar pikërisht sot në mëngjes kur po vija për në kurs që Alketa të kam kërkuar edhe unë setin kam kërkuar edhe unë që të blej produktet e këty, por më ke thënë që nuk mundem sepse Olga më kërkovi si disa për jush që të dërgoj produktin edhe pastaj të më paguani. Jo goca, dëgjoj. Biznesi im ka disa rregulla dhe rregullat i vendos unë. Biznesi është imi, produktet janë të mijat, unë dal këtu me emër, me mbiemër, me fytyrë, unë jam një dhe ju jeni shumë. Kudo që blini në rrjetet sociale në online, paguhet, pastaj ju vjen produkti. Nuk është se doli Alketa tani këtu dhe hajde t'i marrim Alketës produkte dhe pastaj se çfarë bëra unë me Elin, ajo është një punë jon. Juve nuk duhet të merrni shembull çfarë bëra me Elin apo unë nesër mund t'i nis Elit pra produkte dhe si dua fare lek, por kjo është zgjedhja ime. Domethënë mos u kapni në për këto degat ku mund të thyen nga momenti në moment, por bazoni me gjëra që kanë vlerë. Unë nuk i çoj produkte askujt, po nuk më pagohen. Eli edhe mos më kishte paguar absolutisht asnjë kokërleku, prap isha shumë okay sepse për punën që bëri jam shumë e kënaqur, por nuk jam këtu për t'ju dhënë shpjegim juve. Çdo kush që do të blejnë produktet e mia nuk duhet të kapet se çfarë bëj unë. Se çfarë bëj unë është puna ime. Nëse ti do produktet e mia, paguaj edhe do të vinë porosia. Nëse s'të vjen porosia, atëherë po hajde tek unë dhe thoj Alketa. Këtu. Desha ta shpjegoj këtë gjë për të gjitha ju. Nuk jam e keqe, nuk u solla keq. Kjo nuk është të sjellurit keq. Kjo do të thotë që unë respektoj punën time, veten time, brandin tim. Unë nuk kam dal këtu që të bëj bamirësi, kjo është puna ime. Gjithandej punohet fort. Edhe puna ime ka rregulla. Rregullat janë porosit, paguaj edhe të vinë porosia. Shpresoj të jem me qartë, nuk jam e keqe. S'ka kuptim kjo me të keqen. Dua që të më thuash ku bëhen këto dërgesat që dikush të dërgon ty produktin dhe ti paguan. Në asnjë vend. Që kështu mos mi bëni këto komente se Nuk është se më bëni diçka mua, unë rregullat e mia i kam vendosur para se të hap biznesin, edhe mos u bazoni se çfarë bëj unë me Elin apo me dikë tjetër, se ajo është puna ime, por bazoni në veten tuaj dhe në mua. Nëse do produktet e mia, më kontakto, më dërgo adresën tënde, bëj pagesën, edhe do të vinë porosia menjëherë me se s'bën. Okej? Shpresoj të jem e qartë edhe ju përshëndes. Do t'ju marrë me vete gjatë gjithë ditës. Kjo ishte një parentezi që doja ta shpjegoja, me që më erdhi pikërisht pak më përpara një mesazh. Jam përgjigjur dhe në YouTube, por që kështu. Tani do marr pak burrin telefon edhe dëgjohemi gjatë gjithë ditës. Sot është shtunë, do t'ju marr edhe nesër me vete. Siç ju kam thënë, sot edhe nesër është kursi i parafundit, kam edhe një kurs tjetër në qershor dhe në 15 qershor kam provimin që mbaroj të gjithë këtë shkollën 2 vjeçare. Maestra, non ti si vede? È andata via. Salutiamo gli amici di YouTube. Chi è YouTube? Buongiorno, buongiorno, che fiore di donna che abbiamo. Buongiorno tutto il giorno. Per tutto il giorno, anche un po' per domani. La maestra si è portata anche le brioche. Certo. Adesso aspettiamo le altre.
Jam shumë lumtur për raportin që kam me mësueset. Shumë fare lumtur. Kjo është mësuesja numër 2, sepse ajo që ka kursi dhe që është numër 1 s'ka akoma, kur të vinë do t'ja tregoj. Tani më duket se po vinë tjerat një nga një. L'equipe di medici che aveva Successo. i fazzolettini, ma giusto per dare una certa fluidità e basta, niente di più. Ritornando a me, Hey guys, nuk e kam fol fare tërë ditën e di, por që tani mbaruam, është ora diku tek 5:46, mbaruam kursin për sot në shtunë, shkollën, edhe do vim nesër prapë në orën 9:30, tani po shkoj tek Famila, te AO, këtu në Forli, sepse është Harli me Amarildo këtu, po më presin, po vlen një 2 gjyra dhe pse dhe ikim drejt në shtëpi, jam e lodhur, mbas edhe ju flas pak sot në darket, se jo nesër. Ciao! Questa ti ha chiamato ciao. Ciao Dani. Vedete che è Dani. Më në fund të takom! Kush e priste këtë takimin? Kush e priste? Isha në kurs njerëz dhe kur më shkruan Alketa do takohemi, thashun, po kjo çfarë thot? Që do takohemi ne? Jam Forli! Ai e Forli ti! Njerëzit e mirë, me zemër bujari, takon zoti vet. Po, Duan, s'duan, shoqëria do me mblidhe dhe të nxjerrë zoti surprizë. po. Unë nga Parma në Forli, le nga Cezena në Forli, sot takohemi të dy janë Forli. E ku ka më bukur se dy luanesha bashkë. Jam shumë e lumtur që takova. E takova këtë gurin e diamantëve këtu që janë. U bëm të dyja bashkë dhe E takova. kristaleve! Është shumë e mirë, është Dani po i njëjta që keni parë në Faleminderit TikTok. Edhe ndiqeni dhe blini produkte ore. A do dobësoheni se Alketa është dobësuar, po jo me produktet e Dani. Shumë. Tani Dani po dobësohet për veten e Është saj. dobësuar shumë Dani, shumë, me vërtet. Kush do arrin çdo gjë në këtë Po, jetë. fiks. Që kështu E ja, dhe ne deshëm sot po u takua. Rastësi Kjo që ishte shumë rastësi e bukur. deshi Zotit dhe ne u takuam, ju përshëndesim, miqësia jon, qofshi mirë kudo që jeni dhe falni sa më dashuri, më shumë respekt dhe mos harroni që shoqëria e sinqert Zoti e bashkon vetë një ditë. Është Edhe vërtet. doni apo s'doni ju Shumë është vërtet. Zoti që i bashkon në momentet kur ai do jo ne kur duam. Po. Po arman kur janë gjithmonë zemrat e pastra dhe jo kur ka shoqëri me dy faqe. Jo, do ikni më mirë. Hi guys. Mos ma vini veshën sot, por që më kishte zënë gjumi, jam ngritur me vones, tani sa më solli vllai, sepse sot bëhet një xhiro bicikletash, nuk e mora vesh këtu në Itali që mbyllen rrugët. Edhe në Afrika se mos ta mbylleshin rrugët, më solli vllai diku tek gjysmorën përpara. Edhe tani jam këtu që po pres, por që lexova tek grupi i gocave që janë duke ardhur dhe ato, pikërisht për problemin që thash dhe unë. Edhe po, do presim pak këtu dhe pastaj do futemi brenda, të fillojmë të pim ndonjë kafe, të bëjmë mëngjes, edhe të fillojmë kursin. Më falni për diellin sërrat, por që s'kam që të bëj, kam nevojë për çik vitamin D tani mëngjes. Dhe do përpiqem t'ju marrë edhe sot gjithë ditës me mua. Edhe sot është e tjel, edhe sot është dita fundit e kursit. Edhe pastaj shifemi me muajin tjetër, me kursin e fundit dhe pastaj me diplomimin. Do t'i marrë gjithë ditës me vete. Tani do marrë çik diell.
Do tum sautin të telefoni. Mama jote, ty o dritë, o shpirtat e mamit, o zjove ti dheri me datën tënde, o dritë, o shpirti mamit. O Mie kinder. Sì. Quelli che sono in quel vaso di ceramica. Lere intendo. qik telefonin qoni dhe ik merr 2 kindrati. No. Ma sono in quel vaso lì, vero? Si. O pojt. O nuqa bukur, o syri mamit. Ku i ku mami? Ka shumë mama të hundës tënde, o dritë. Mamma. He shpirt. Sì. Letto tunin. 2-3 me qunin? Do të njëta madhe. Jo, ka këto janë shumë me mira. Guarda, Leone, tieni amore. Leone. Do ani kindrat e 2? Sì. O shpirti mamit o Marilis, o jetë. Sì. Shpirti mamit, kur u rrit e ty të ruash lalin, o dritë e mamit, o shpirti bukur. Dili të 2 te kamrat, ju përshëndesi mamit, ju puqin. No. Kici, mama, o poq, puqeni mamin. Puqin mamin. Hajde, shkruaj mamit për çdo gjë, biri, okay? Ok. Mi stavo per passare la fotocamera, Dio mio. Shikoje lalin, okay? Mos e bëj me të qarë. Ciao, dritë. Ciao, Ciao, Ardi. Ciao, mamuqi. Ciao, mamma. Ciao. Do shumë, edhe mami do shumë o jetë. Ju do mami të dyve shumë. Ciao, mami. Ciao, shpirt, ciao. Ah, no, io non stavo girando. Com'è lei? Anche prima. Ciao. Buongiorno. Sì, la Manuela. Manuela avrà 65. Sentivo puttana. Mi sono alzata. Quindi mangiamo tutte qua oggi? Io vado a Famila. Chi va a Famila oggi a mangiare? Andiamo a Famila? Se riapro la mia via, cosa che spero, c'è scritto che fino a luna è chiusa, ma io provo io potevo uscire di casa proprio, perché passavo davanti e Shkemi që kemi blerë për kursin e radhës, do bëjmë masazh me këto. Vabbè che si sente? Allora, io ho una proposta indecente da farvi, ci siamo tutte. No, manca la sala. Si sente il Sì, sente il mare. Senti il mare. Ha scritto qualcosa sul gruppo? Per il prossimo corso. Te mangi a casa? No, mangio qua. Andiamo a prendere la famiglia oggi là. Lo volete alto? Sì, perché si fa mezz'ora, ma non mi conviene. Anch'io. È rimasto solo G6, ragazzi. Però è chiaro che se io ho un percorso, esatto, e poi comunque c'è un percorso, avremo una buona vita regolata e meno. Se sono una persona stressata potrei avere o stitichezza, perciò non riesco a fare questo movimento qua, la mia peristalsi, oppure la diarrea, che è comunque una cosa scompensata lo stesso. All'opposto, ma è lo stesso. Lo stesso, perciò vuol dire che c'è un qualcosa da sistemare lì. Ok? Questa è una lezione per tua suocera, attendelo. Ok? Gli girerò il Detto video. questo, come fai questo passaggio? di vetro. Ja njerëz, na erdhi na mori baba Marilda. Hi guys. Guys. Shumë bella. Jemi në autostradë. Edhe Arlushin e kam këtu, është në gjumë. Ami është
nga mami im, edhe unë jam shumë e lodhur. Siç po ju thosha, unë jam shumë e lodhur. Mbase në një moment të dytë sot nesër do të flas si shkovi, mora atestatot, ju kam bërë një video për mëra dhe duket nga fytyra ime që jam shumë e lodhur. Edhe po, flasim në një moment të dytë. Qa po bën familja? Qa po bën? Qa keni bërshë? Qa po... Bravo familja, bravo. Fort, ashtu, bravo, fort. Bravo, e vere? Qa bere? Ngeli aty e? E po iqe, vere atje. Vere atje të trapana. Vere. Vere mirë.